Sikurse edhe jeni ndjeni, pra edhe sot do të mbahet seanca. Rendi ditës është zgjedhja e kryetarit të kuvendit, po shpresojmë që të kemi një kandidat unifikues, pra që të ndodhë një propozim i ri. Shpresoj që edhe të votojmë kryetarin sot. Kryetarin. A ka diçka apo vetëm do të mësoni kështu? Po kështu. Mendoj që kam dëgjuar disa mundësi, po tani ndoshta edhe nuk ka dita ende, po kam dëgjuar disa mundësi që do të ketë përpjekje për një kandidaturë unifikuese. Se për këtë formën së votimit? Besoj që kjo çështje është e rregulluar, pra votimi është i hapur, kuptohet, mund ndryshon mënyra e votimit, pra procedura, nëse është vullneti i deputetëve, nëse s'ka vullnet nuk mundet. Cilat janë ato që i keni dëgjuar në lidhje me seancën? Nuk kam emra, po kam dëgjuar që ka përpjekje mu gjetë një formulë, pra me shku për një kandidaturë unifikuese. Se merr një ftesë për takim një dy parti tjera opozitare, a do pranoni? Jo, jam shumë në zonë këtë ditë, si ka mundësit. Sipas lëvizjes vetëdorësie, nëse shkohet me votim të fshehtë, ata mund të kenë numrat për të vazhduar edhe me Haxhiun. Jo. Të siguruar deputetët e saj. Ja, nuk besoj që është aty qëllimi. Këto janë disa lëvizje sa me ble kohë, kjo e votës fshehtë, se nuk ndryshon asgjë. Vetëm disa lëvizje me gjëra që me ble kohë, me u spjegu, me u arsyetu vonesa. Siçani është më së ditën për qytetarët e vendit se tash bëhet përpjekje e madhe me bart faj, ose me identifiku fajtorin. Ne jemi opozit, kemi drejt votës. Për shembull, deputeti duhet me votu, që është e vërtet, pra i mu i voton edhe kundër për edhe abstenim. Pra është drejta e deputetit, nuk ndryshon kjo në asnjë situatë. Për kundër këtij fakti, ne ja kemi dhënë zgjidhjen VV-s me gjetë një kandidat unifikues, edhe kemi përmendur edhe emra konkret. Pra shpresoj që do ta kuptojnë që është në interesin e tyre të vendit, mos me mbajt pezull parlamentin e Kosovës, lutem. Janë vonë 5 muaj prej ku është mojt seanca e fundit ku ka pas vendime të rregullta në kemi. Ku kanë dhënë 5 muaj që kuvendi është praktikisht jo funksional. Cili është komenti juaj për këtë situatë, këtë blokadë në legjislaturë? Faleminderit. Ju e dini edhe u vonu shumë certifikimi i rezultatit. Pra humbëm të paktën një muaj që në 30 ditë është dashur mu certifikue rezultati. Tani sikurse shihni po humbim kohë, këto kanë pasoja, lojnë pasoja në jetën e brendshme. Shtetimi i energjisë shkaktoi shtetim të çmimeve. Për shembull, nuk trajton më kushtema konkrete çka po ndodh me vendin. Një ditë ndëgjova një lajm që për shembull ende që kanë paguar shtesë policëve ushtarëve. Gjithkohë flasim për siguri, për situatën e sigurisë, për rreziqet e sigurisë, nëse mbledh Këshillin e Sigurisë të Kosovës në takim urgjent, atë të paktën paguaj ato policisë, ushtrisë, institucione të tjera të ligjit. Pra është e dhimbshme kjo kohë dhe besoni nuk është se ne po dojmë me fitu diçka në këtë situatë, sepse ne ja kemi dhënë opsionin për kandidat të VV-s unifikues. Pra çdo gjë e kanë mundshme. Kuptohet tash dikush thotë pse po i bën VV-ja këta, po shihet se kur ti për shembull ai s'ka drejt me shku në zyrë të qeverisë, besoni. Unë kam qenë kryetar i qeverisë 2 herë, kam dhënë dorëheqje, e kam kry pjesën e ushtruesit detyrës ose kryeministit dorëheqje, po vjen edhe momenti kur zguzon me shku në zyrë. Në momentin e certifikimit si deputet, kur të është ka bërë shkelje ligjore, pra shkrim hyrja ati në zyrën e qeverisë, besoni, një ditë një tjetër do të përgjigjet për këtë vepër penale. O shkrim shkurja e deputetëve që janë certifikuar e ministrë, janë certifikuar deputet e shkojnë në zyrën e qeverisë. LDP ka paralajmëruar kallëzim penal për këtë çështje. Po është krim, shkelja e ligjit është vepër penale dhe do të ketë kallëzim penal. Pra çdo vendim që marrin tani ashtu janë të bërë krim ligjor, shkelje ligjit, nuk funksionon ashtu. Është dashur nëse e kanë ndeshur me ju tashon 2 funksionet, është dashur me votu një ligj ndryshe, atë që kanë votu, pastaj është dashur po ashtu me provu me ndru në të kushtetutës në këtë rast. Këto janë gjëra të rregulluara në bazë ligjit. Nuk është e vërtetë që qeveria mbetet pa shkënd. Sepse ka antar të qeverisë, për shembull, zëvendësministrat, nuk janë bërë deputet, ata mundin me vazhduar. Pra çdo herë ka zgjidhje, është e parapame në ligjin e ekzekutivit ose në qeveri, nuk është i pari, në këtë rast kryeministri është zëvendësministri i parë, është i zëvendësministri i parë,
e zëvendëshkryeministra të tjerë. Nuk ka zëvendëshkryeministra, e merr ministri, ose i jashtëm, ose i brendshëm, ose i mbrojtjes. Detyrën e ushtruesit të kryeministit. Po vazhdimi me ushtru funksionin e kryetarit të qeverisë të ministra beson është ligjore. Faleminderit.